Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Shkolla jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa fitoi 90 pikë nga 100 të mundshme në konkursin kombëtar të gjuhës shqipe organizuar mes shkollave nëntëvjeçare të Bashkisë Lushnjë. Shkolla jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa konkuroi në fazën e dytë të konkursit kombëtar të gjuhës shqipe, i cili u zhvillua mes nxënësve të 4 shkollave nëntëvjeçare të Bashkisë Lushnjë. Shkolla jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa fitoi 90 pikë nga 100 të mundshme, duke u rënditur në vendin e parë deri tani, pasi ka marrë më shumë pikë se shkollat e tjera. Nesër do të konkurrojnë dhe 4 shkollat e fundit. Ky konkurs ka një javë që ka filluar, duke përfshirë të gjitha shkollat publike dhe jo publike të Bashkisë Lushnjë. Konkursi, një iniciativë e rëndësishme për ruajtjen dhe promovimin e gjuhës shqipe, zgjati 2 orë. Sot u zhvillua faza e dytë e konkursit të gjuhës shqipe 2026, ku shkolla jonë u paraqit denjësisht në këtë konkurs. Përfshirë të gjitha rubrikat, duke filluar nga kartolina e librit, interpretimi, lora gjuhësore, projekti, nxënësit ishin mjaft të përgatitur dhe u paraqitën me mjaft vetbesim në përgjigjet e tyre. Urojmë që me pikët, me rezultatin që ne arritëm, që ishim grupi i parë në të gjithë shkollat që kanë bërë konkurset deri tani, urojmë që na jepet mundësia të shpalosemi dhe në konkursin në Tiranë, pasi fëmijët janë shumë ambiciozë dhe janë gati për sfida të reja. Pjesëmarrja në konkurs ishte një nga arritjet tona më të mëdha. Unë dhe ekipi falenderojmë shumë drejtorinë arsimore që na vlerësoi në mënyrë të denjë. Emocionet tona ishin shumë të forta, por ambicia jonë është shumë e madhe dhe pretendojmë të kapim majat. Unë të konkurse kam shijur shumë, u mora me projektin, edhe përshka kishim emocione plot, por ishte një udhë shumë e bukur. Dhe kaluam shumë mirë, një eksperiencë e re. Falenderojmë mësuese Elsa Bakën, cila na udhëhoqi në këtë udhë të bukur të konkursit. Kjo eksperiencë ishte një nga eksperiencat më të bukura që përjetoi ekipi ynë, pra ekipi shkollës nënshkruesi pavarësisë në Bisefa, dhe ne jemi shumë krenar për rezultatin që morën dhe për emocionet që na dha ajo përvojë. Ne dhe japim një falenderim për Zysh Elsën që na dha një suport shumë të mirë gjatë rrugës së konkursit dhe ekipi ynë që pa njëri tjetrin nuk ishin për t'ia dalë mban. Nxënësit fitues u pritën me entuziazmin e merituar nga shokët e tyre të shkollës dhe nga stafi mësuesve, të cilët punojnë me përkushtim që nxënësit e shkollës nënshkruesi pavarësisë në Bisefa të arrijnë rezultate të larta. Faza e parë e konkursit kombëtar të gjuhës shqipe ishte mes klasave brenda së njëjtës shkollë. Dënohet me 25 vite burg 34 vjeçari në Lushnjë, pasi për motive gjakmarrjeje porositi një vrasje të mbetur në tentativë. Porositi një vrasje të mbetur në tentativë për motive gjakmarrjeje. 34 vjeçari dënohet me 25 vite burg. Specialistët për hetimin e krimeve të rënda në DVP Fier ekzekutuan vendimin e gjykatës së Fierit, e cila e dënoi me 25 vite burg për veprën penale vrasja në rrethana cilësuese e mbetur në tentativë shtetasin Lajert Hasalla, 34 vjeç, banues në fshatin Garunjas, Lushnjë. Ky shtetas ndodhej nën masën e sigurisë arrest në shtëpi, pasi dyshohej se kishte porositur vrasjen e shtetasit MH në vitin 2023. Nga hetimet rezultoi se shtetasi Lajert Hasalla kishte paguar shtetasin MM 31 vjeç, aktualisht i dënuar, i cili ka qelluar me armë zjarri në drejtim të një automjeti me qëllim vrasjen e shtetasit MH. Si pasojë të shtënave, mbeti e plagosur shtetasja BS, e cila udhtonte në të njëjtin automjet me shtetasin MH. Kurse specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin RB 45 vjeç banues në Fier dhe BM 37 vjeç banues në Roskovec, pasi drejtonin automjetin në gjendje të dehur. Gjithashtu referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një shtetas 15 vjeç, pasi duke drejtuar një motomjet, pa leje drejtimi ka përplasur një automjet me pasojë dëme materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Fier arrestuan shtetasin EH 36 vjeç, banues në fshatin Zhupan, pasi ka thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprimet të mëtejshme. Falli 2 elektrizon Fierin. Shfaqja e parë ishte sold out në Teatrin Bylis. Të pranishëm ishin aktorët Behar Meraj, Mariana Kondi dhe regjizori Marius Dervishi. Filmi shqiptar Falli 2 është pritur me një entuziazëm të jashtëzakonshëm nga publiku fierak, duke mbushur sallën e Teatrit Bylis që në natën e parë të shfaqjes.
Shfaqja e parë e filmit ka rezultuar tërësisht sold out. Në mbrëmjen e parë kanë qenë të pranishëm edhe aktorët Behar Meraj dhe Mariana Kondi, si dhe producenti i filmit Marius Dervishi, të cilët janë pritur me shumë duar trokitje nga publiku fjerak, teksa nuk kanë fshehur emocionet dhe vlerësimet për mikpritjen e publikut në sallën e teatrit Bylis. Shiko, është një kënaqësi edhe një dëshirë pa parë që ne vim në qytetin e Fierit. Qytetarët e Fierit jetë e mod kanë dashur shumë artin, sepse Plum Kulla, mjeshtri i madh, bëri pothuajse pjesën më të madhe të artistëve titullar me punën dhe me zgjuarsinë me kulturën e tij. Kështu që ardhja në Fier gjithmonë neve na krijon një lloj përgjegjësie. Po filmi tashmë ka mbaruar, po jam e sigurt që do të përgjehet sepse është në guston e qytetit të Fierit. Jemi shumë të kënaqur nga mikpritja që ona rezervohet nga qytetarët e Fierit. I falenderojmë me zemër edhe ne. Do të shikojmë, do të thënë që publiku vërtet do të jetë i kënaqur me punën që kemi realizuar. Unë jam artist i ri, hera parë që sjell një film timin në Fier, kënaqësi e madhe, aq më tepër kënaqësia më e madhe e të ardhurit në të qytet është biletat që janë sold out 2 ditë para shfaqjes. Dhe për këtë jam shumë mirënjohës popullit të Fierit dhe do mundohem shumë që në çdo projekt që do sjell në Fier, kurrë mos zgjonjë publikun tim dashur. Falli 2 po konfirmohet si një nga filmat shqiptar më të ndjekur të momentit, fal humorit, emocioneve dhe një kasti të njohur aktorësh, duke mbushur sallat kudo ku shfaqet. Vetëm 2 javë nga dalja në kinema, Falli 2 ka shënuar një rekord shitjesh biletash në të gjitha kinemat shqiptare dhe cilësohet si një film që ka përmbushur misionin e tij me publikun. Bashkimi Evropian shpreh shqetësim për mosmiratimin e përbërjes së listës serbe nga KQZ-ja e Kosovës në zgjedhjet e fundit parlamentare. Bashkimi Evropian shpreh shqetësim serioz për dështimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të miratuar rezultatet përfundimtare për listën serbe në zgjedhjet e fundit parlamentare. BE-ja përsëri thirrjen e saj për depolitizimin e punës së KQZ-s në përputhje me raportin e misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve të BE-s dhe u bën thirrje të gjitha partive që të punojnë së bashku në përputhje me kushtetutën, thuhet në reagimin e zyrës së shtypit të Bashkimit Evropian. Më tej theksohet se është e rëndësishme që të gjithë deputetët e zgjedhur të jenë në gjendje të sigurojnë ulset e tyre në Kuvendin e Ri të Kosovës. Bashkimi Evropian rikujton gjithashtu se legjislatura e ardhshme e Kosovës duhet të përshpejtojë reformat e orientuara drejt BE-s dhe të ratifikojë marrëveshjet e pezulluara që lidhen me planin e rritjes në dobi të popullsisë së Kosovës. Kosova pritet të përfitojë mbi 880 milionë euro nga plani i rritjes. Megjithatë, për nisjen e pagesave të kosteve të para nga kjo pako financiare, nevojitet miratimi i marrëveshjeve përkatëse në Kuvendin e Kosovës. Kjo nuk ishte e mundur gjatë vitit të kaluar për shkak të ngërçit politik. Skandali dosjes Epstein ka përfshirë edhe çiftin Bill dhe Hillary Clinton, të cilët pranojnë të dëshmojnë lidhur me këtë hetim. Ish-presidenti i Amerikës Bill Clinton dhe ish-sekretarja e shtetit Hillary Clinton rënë dakord të dëshmojnë lidhur me hetimin për financierin e ndjerë Jeffrey Epstein, pasi refuzuan për disa muaj me radhë për të paraqitur para komitetit. Vendimi u bë publik vonë të hënën përpara një votbesimi të paralajmëruar në Kongres. Clintonët kanë ofruar edhe më herët të gjithë informacionin që disponojnë lidhur me Epstein, teksa kanë akuzuar drejtuesit e komitetit të mbikëqyrjes se po e përdorin hetimin për qëllime politike dhe për sulme ndaj rivalëve. Bill Clinton ka pranuar se ka patur njohje me Jeffrey Epstein dhe se ka udhëtuar me avionin e tij privat në vitet 2002-2003, por ka mohuar çdo dijeni për veprimtarinë kriminale të financierit të ndjerë. Ai ka deklaruar gjithashtu se i ka ndërprer kontaktet me Epstein më shumë se 2 dekada më parë dhe nuk është akuzuar kurrë për abuzim nga ndonjëra prej vajzave apo grave të përfshira në dosje. Dëshmia e Clintonëve pritet të shënojë herën e parë që një ish-president amerikan dëshmon para një komiteti të Kongresit që nga viti 1983, kur një veprim të tillë e ndërmori Gerald Ford. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.